Mirë se erdhët, ja ku takojmë sërish në Vila 24, këtë herë sikundur është edhe orari përcaktuar është këndi gatimit. Do të jem sot me një infermiere në profesion, por pasioni për gatimin edhe për ushqimin e për provimin e recetave të ndryshme, e ka bërë që të vitë deri tek Vila të na telefonoj. Të falenderoj Anduela Pinguli që erdhe, Ela të thrasin shkurt. Edhe ne Ela do të thrasim gjatë gatimit së bashku. Faleminderit që erdhe. Unë falenderoj juve njerë që më ftuat, sepse vërtet kam sot për realizoj një nga ëndrat e mia, që vërtet e kam me shumë pasion nga gatimin, por mbi gjitha kam dëshirë dhe ta them, ta tregoj. Dhe, shumë faleminderit. Ke kohë, si lindi kjo dëshirë? Po, kjo pasion të dhonit pas gatimit? Me thënë të drejtën, ne jemi një familje që shtojmë shumë dreka, darka dhe gjithmonë e përfshirë me prindrit që më thonin ajde na ndihmo të bëjmë sallatrat dhe këto gjëra, por që vetë nuk kam gatuar asnjëherë. Ndodhi që u martova, dola shtëpi me vete dhe aty e gjeta, domethënë e parë që kisha vërtet talent të gatuar. Dhe tani ne unë pak recetat e para i mban mend? Po, patjetër. Atëre, recetat e para kur je ndar më vete, që zbulove talentin, me çfarë zbulove talentin? Për shembull tek pastat zakonisht, tek ndonjë sallatë, krijimtari që pate, lakror, po, të tëra. Përveç se me ëmbëlsirat që nuk është se kam shumë të mira, dhe jam shumë dashur mbas gjërave të kripurave, këtyre antipastave, gjërave. Normalisht që gatimi i përditshëm është gjella, ajo nuk shpëtojmë dot. Por në fundjavë, kur unë kam kohë dhe merrem me gatimin, atëherë mund të sajoj pafundësisht gjëra. Vazhdon të kesh këto grupimet me shoqërinë. Po. Sa që ata kur vinë që janë të ftuar për drek apo për darkë, thonë ne rim gjithë ditën pa ngrënë se e dim që ti do gatuash në do gatuash shumë në sasi, edhe cilësore sigurisht, receta që i sjell. Në radhë të parë të has syri një herë, pastaj është shija që është e vërtet. Më thuaj pak kur ti fantazon diçka, si arrin që ta sjellësh një recetë pa e provuar më parë tek të tjerët, sepse më thej që edhe gjatë kohës që ke shoqëri fantazon në moment. Po, nuk e di, domethënë më vjen spontanisht kjo gjë, dhe biles asnjëherë nuk e provoj gatimin për krip apo për shijen që duhet ketë, sepse e di që kombinimi i X përbërësi apo me një tjetër, e di që shkojnë me njëra tjetër dhe mundohemi sajojnë në moment. Dhe asnjëherë nuk eci me bazë recetash, po marr një gjë, do bëj mishin dhe them me çfarë do ta kombinoj me këtë me ato dhe filloj të fantazoj në moment. Për ne çfarë ke menduar sot Ela? Atëherë unë kam menduar 2 pjata. Në pjatë të parë që do jetë një tart me bazë beshamele, me pec sfoliat dhe në formën e një lule do sajojmë me 2 zarzavate me kungull dhe me karot. Dhe si pjatë të dytë është një fileto mishi, ose me një blok mishi, dhe do ta bëj me lakrat e Brukselit. Lakrat e Brukselit janë shumë të veçanta, mendova për lakrat. Edhe nuk gjenden shumë kollaj. Fatkeqësisht në Shqipëri nuk gjenden kollaj. Por që sigurisht janë të shëndetshme. Janë shumë të shëndetshme, janë shumë të lehta dhe ka një shije shumë interesante. Dhe biles mund të përdoren edhe për antipasta, sepse mund të kapen me piru, ai që quhet janë të vogla finger foods. E kuptoj. Mirë, do t'i themi edhe një herë përbërësit se çfarë përmban receta, përbërës të cilët ne kemi shënuar dhe në menun ton, që është lakër Brukseli me mish. Ela do t'i përmend duke i fokusuar dhe në tryezë, dhe anvisat që duan ta gatuajnë dhe të mësojnë nga Ela këtë recetë, mund t'i shënojnë përbërësit për të gatuar bashkë me ne. 1 kilogram lakër Brukseli, 150 gram pancet, 500 gram kontrafilet deri, filet e vogël. Faktikisht është blok. Është blok, po është quhet kontrafilet. Sepse është pjesa, nëse do kishim një figurë të derit, është pjesa që është mbas asaj që është panceta në të vërtetë, që është kjo këtu. 1 karot, 1 qep, 1 dek selino, 2 thelpinj hudhër, 1 luk kafeje ginger, 500 ml verë kuqe dhe 1 got uthull rrushi të kuq. Nisim me një gatimin, unë po të vëzhgoj. Ndërkohë që unë kam sjell nga shtëpia, një gjethe sherebeli, që ndryshe quhet salvia. Po, e përdorim edhe në shpesh. Dhe kokra dëllenje. Sidomos me mishin, jep një shije të mrekullueshme. Unë do vë përparësën tive që kam marrë nga shtëpia. Sigurisht nuk mund të gatuhet pa përparëse, edhe në shtëpi besoj të njëjtën gjë bëjmë. Po. Sidomos kur janë gatime me proces, që janë në proces të gjatë, e vë sepse edhe pikohesh.
Okej, Ela, ne I lexuam për bërësit dhe nisim tani hapi parë që do të ndjekim. Hapi parë që do të bëjmë është që do të vëmë mishin të gatuhet bashkë me uthullën dhe me përbërësit e tjerë. Mishi nuk do t'i bëhet asnjë gjë sepse ai duhet të qëndrojë siç është blok, faktikisht unë duhet kisha. Nuk do ta presësh? Jo, fare, siç është. Do duhet një tenxhere më shumë, po një tigan? Jo, është pikërisht ajo tenxheria. Okej. Dhe mirë është që t'i vëmë një çik vaj. Vaj ulliri. Po, vaj ulliri, altis. Po, edhe ti altis përdor në shtëpi? Unë altis përdor dhe është vaj shumë I lehtë dhe nuk I jep atë shijen e rëndë që ka edhe një çik më tepër. Okej. Është perfekte. Sa po të ngrohet, vazhdo pastaj me realizimin. Ndërkohë që ne të lutem më ndihmo me kripën edhe me. Patjetër, I kemi aty ngjitur me sobën. E para duhet jetë kripa, duke edhe nga kokra kur ta hapësh. Tani do ta marinosh fillimisht do ta marinoj, por që thjesht do ta lyej fort me krip. Të gjithë sipërfaqen e saj, duke rrotulluar. Dhe më pas ne nuk do t'i shtojmë më as piper të zi? Patjetër dhe piper të zi, po gjatë gatimit ne nuk do t'i hedhim më krip. Është qartë, duke hedhur gjithë të sasi, duke e fërkuar në këtë mënyrë, normalisht kjo mund të bëhet në dy versione, ose e marinon një natë më përpara. Që është mënyra më e mirë në fakt. Më e mira dhe jep edhe shumë shije sepse I thith në vetvete që gjitha përbërësit dhe piperin. Piperin e zi, ata sjellun. Okej, rrofsh. Edhe pra me krip piper të zi e marinojmë fillimisht, duke e lënë, të supozojmë se kemi lënë të paktën 1-2 orësh, pra mesat që s'kan kohë apo... Po, dhe më përpara ato, në momenti që do mendojnë që do ta... Nëse s'ky zi? S'ka problem, njësoj është piperi. Edhe ngjyra të ndryshme jeshil, të bardhë, të zi, nuk ka problem. Ose kombinimi e tyre. Akoma dhe më mirë, sepse secili ka të shijen e vetë. Specifike e vetë edhe është. Atëherë këtë lihet, nëse do lihet më përpara të marinohet, lihet me një gjethe sherebel, me dëllenjat, lihet kështu siç është dhe me rozmarinën. Shumë e mirë. Jashtë masë. Dhe lihet pastaj mbulohet. Po do ta vëmë direkte në tenxhere dhe mbulohet me verë dhe lihet në një tas të mbuluar me qese plasmasi, lihet në frigorifer dhe të nesërmen e gatuan. Duke mos e patur kohën, ne masazhojmë vetëm me uthull, sepse uthulla e ngurtëson. Dhe kjo bën që ai të piqet, të skuqet në sipërfaqe dhe brenda të ngelet me ngjyrën roz, duhet të ngelet me ngjyrën roz. Kuptohet që kjo është pjekja ideale. Kjo është pjekja ideale që, domethënë, ngjyra që duhet të marrë. Dhe në këtë moment unë thjesht I bëj një masazh të mirë kësaj copës tonë të mishit, përpara se ta vëmë. Dhe kjo është gati. Më ndihmon të lutem. Dhe nuk është e nevojshme që ti presim karotat apo këto, por thjesht do ta vëmë për momentin me një thelpi hudhre dhe me sërish me sherebel apo me sherebelën dhe me dëllenjën. Këto në këtë mënyrë do t'i japin, unë kisha edhe një lekë. Erëzat I bëjnë shumë mirë organizmit, japin aromë, shije gatimeve, kështu që sa më shumë të mira t'jenë ato të kombinuara mirë, do të thoja me njëra tjetrën, aq më shumë shije japin. Të presim pak sa të ngrohet soba. Mund ta bëjmë edhe në këtë mënyrë që të lëshojnë aromën me njëra tjetrën. Ktu shtohet. Aty është maksimumi I temperaturës, e kemi në rregull. Dhe do ta vendosim të skuqet. Për sa minuta do ta lëmë aty? Aty do ta lëmë, do ta rrotullojmë nga të gjitha anët, derisa të shohim që e gjithë sipërfaqja e mishit është e skuqur. Jo të skuqet që të krijojë kore, por sa të vishët dhe pastaj do të vëmë një gjysmë qepe të prerë dhe karotën dhe do ta presim në copa pak më të vogla dhe më pas do ta mbulojmë me verë. Okej. Atëherë ja filloi të skuqet. Shohim teksa fillojnë të skuqet, të fluskojnë. E kalojmë mishin, që sigurisht që edhe vaji nuk duhet të skuqet të nxehet shumë. Jo, sepse është toksik. Biles unë nuk skuq më qepën, po e zjej me ujë. E zjen dhe më pas ti... Më zjej me ujë dhe direkt pastaj shtoj. Vazhdojmë të punojmë dhe do të sjellim disa receta, prandaj kemi filluar dhe të punojmë me pjesën tjetër të
të gatimit, pjesën e dytë. Ela ka sjell një lakër brukseli me mish, por lakrat e brukselit i kemi në njërin krah, të cilat duhen prerë në mes, janë këto lakrat e vogla që thamë që janë shumë të shëndetshme dhe që pavarësisht se nuk gjenden lehtësisht, në momentin që ju i gjeni, gatuani në mënyra të ndryshme, i ka se dhe zonja Vjollca në forma dhe në mënyra të tjera gatimi. Sot vjen me mish, kemi vendosur në tenxhere, shpjegojmë Ela. Mishin, bllokun e mishit, të cilin gjatë procesit të skuqjes nga të tëra anët, nuk duhet shpuar me piru, po thjesht duhet kapur me këto pincetat, sepse nuk duhet i dali lëngu që ka në përbrenda muskuli, pasi kur ta presim është pikërisht ajo pjesa rozë që ne duhet ta ruajmë. Dhe në këto momente ne e shohim që ai ka marrë ngjyrën nga të tëra anët dhe thjesht do të shtojmë karotën dhe selin. Nuk është nevoja të pritet në copa shumë të vogla, pra të pritet bukur, sepse kjo në fund do grihet e tëra në rende, në mikser. Pjesa e perimeve do të grihet? Do grihet e tëra. Dhe qërojmë vetëm që të heqim këto fijet, sepse seli nuk ka shumë. Janë të bezdishme kur i konsumon. Ka shumë fije. Ne na mjafton vetëm kjo pjesa. Po. Edhe këtë. Qepën do ta hedhim tani? Kemi dhe disa përbërës të tjerë, ginger, vera, usulla, nuk jam përdorur ende. Usullën e përdorëm sepse e masazhuam fileton. Të ndihmoj unë me këtë. Rosh, faleminderit. Dhe qepën të ndaja po prap. Ndërkohë, lakrat e brukselit duheshin të qëruara, të prera në mes, të cilat Ela tha që do t'i vendosim në furr, apo jo? Po, ato do t'i vendosë në furr bashkë me pancetën dhe nuk do më asnjë gjë tjetër. Kështu siç janë. Krip, piper të zi, asnjë gjë? As krip, piper patjetër, sepse është e ëmbël lakra e brukselit. Ndërkohë që mishit në fund fare do t'i hedhim një çik ar moskat. Ara moskat jep vërtet shumë shije dhe ajo mund përdoret në supra. Kam përshtypjen se edhe kur të përdorësh beshamelin, do ta përdorësh arën e moskatit. Po, patjetër, ndaj edhe po lë një çik. Dhe gingerin. Gingeri është mjaft i ushqyeshëm dhe ka shumë fije. Kështu që prandaj gingeri duhet të bëhet të prihet sa më holl, sepse i ngelen gjithmonë ato fijet gjatë gatimit. Gjatë konsumimit edhe kur duam ta kthejmë një supë në kremë kur e kemi përdorur, është shumë i vështirë për të kthyer në kremë, është shumë i fortë si sepse ka shumë fije, ka shumë. Atëherë lakrat e brukselit janë gati, të cilat do t'i vendosim në furr, tham apo jo? Po. Ja, po të ndihmoj, marrim një tavë, të cilës do t'i vëmë mund ta lëmë edhe. Po. Tek tava e rrumbullak ose këtu. Atëherë këto të jetim kështu siç janë. Ashtu si sepse do ta vendosim punën përpara që kur të rikthehemi në pjesën e dytë, sigurisht do të kemi mundësinë për t'i servirur edhe sërish do t'ju shpjegojmë shikuesve. Krip, piper të zi apo jo? Po, krip, piper të zi dhe pancetën që thjesht e shpërndajmë nëpër të. Dhe do të hedhim një fije vaj ulliri, vetëm që të mos të na ngjisin. Një fije, sa për të thënë. Kjo punë duhesh e bërë tani, sepse i duhet një 15 minutësh të gjithë tavës me lakrat e brukselit dhe me pancetën për t'u zbutur dhe për t'u pjekur. Kështu që po e vendos në furr. Mishin e kemi gati dhe na duhet thjesht ta mbulojmë me verën. Vera hidhet aq sa shihet që të mbulohet pothuajse sipërfaqja e mishit. Dhe e shuan gjithë pjesën për të ta mbulojmë tani me kapak, do t'i vëmë kapakun. Dhe pas marinimit, gjithçka ka përfunduar në tenxhere, lëmë të zihej. Do i duhesh 20 minutë, besoj më shumë. Do 20 minuta, aq sa të mblidhen, domethënë të provohet që janë bërë zerzabatet, dhe lëngu do të zvoglohet në sasinë e tij. Më pas ky lëng merret dhe grihet në rende dhe përdoret si një salcë
kur të serviret mishi. Bukur me dekorin e duhur që Ela do të na shpjegojë në pjesën e dytë, sepse në pjesën tjetër kemi edhe dy mënyra tjera gatimi, sallata që do shohë gjithë gatimin e parë dhe një pec sfoljat me beshamel. Do ta shpjegojmë në pjesën tjetër, do të shkëputemi. Mirë se erdhët, është pjesa e dytë e këndit të gatimit këtu në Villa 24. Vazhdojmë të jemi me Elën, e cila ka sjell recetën e saj për ne dhe të falenderojmë që ndave këtë moment dhe po ndan këtë moment me ne në Villa 24. Kemi përgatitur gjatë shkëputjes vetëm beshamelin, që të gjithë e dimë se si përgatitet, me gjalp vitam, me mielin, skuqim bashkë dhe pastaj avash hedhim qumshtin deri dhe trazojmë fort në mënyrë që mos krijohen kokrizat. Kemi përfunduar për kohën e përgatitën. E përgatimin më parë, më falni për zhurmën. Mund të ka problem, zhurma është pjesë e kuzhinës dhe në shtëpinë tonë kështu e bëjmë këtë gjë. Duhet të përgatitet, po tani beshameli pse po e frulaton? Sepse po jeq kokrat e vogla që u krijuan nga shpejtësia. Ndërkohë që beshamelit i hedhim pak ar moskat, përveç se kripës dhe piperit që ja hodhëm në fillim, unë do doja të shtoja edhe pak krip. Kështu piper. Kripi ke edhe mjaftueshëm besoj. Po. Në furr, në pjesën e parë kemi vendosur lakrat e Brukselit, anvisat që na kanë ndjekur që në pjesën e parë, e din tashmë i kemi vendosur të përgjysmuara, të shoqëruara me pancet, pak krip, pak piper të zi, dhe unë do t'i nxjerr nga furra Ela, sepse i kemi lënë në minutazhin që i takonte, dhe kanë marrë një ngjyrë. Në fund beshamelis do t'i hedhim edhe të verdhën e vezës. Po. Ja. Apo e vënë në një dras. Këto janë lakrat e Brukselit, që do t'i servirim në pjatë. Kujdes mos digjemi. Okej. Janë bërë shumë të bukura në pamje. Këtë ngjyrë duhet të marrim. Këtë ngjyrë duhet të marrim. Si perimet që i pjekim në furrë. Hedhim të verdhën dhe e përziejmë. Ndërkohë që këto mund t'i heqim. Po, patjetër. Dhe ja, beshamela është gati. Mund të përdorë dhe beshamele gatshme, po më mirë ta bësh me produkte të freskëta, një vezaiba, pak gjalp vitam, mielli di vela, gjitha produktet që kemi cilësore brenda standarde, kështu që japin dhe shije shumë të mirë. Tani kjo duhet shplar sepse duhet ta përdorësh sërish për perimet, të cilat u zihen me mishin. Të lutem Ela, do t'ja shpjegosh pak anvisave se si realizuam mishin për anvisat të cilat nuk na kanë ndjekur në pjesën e parë dhe shpesh na shoqërojnë këto pyetje që ta përsërisim. Mishi siç është blok, nëse nuk marinohet që një natë përpara, një marinim më së i zakonshëm me krip, piper, rozmarin, sal, kështu, sherebel, të gjitha këto i vëni një herë dhe i fut në frigorifer të mbuluar me uthull. Në qoftë se do ta bësh në atë moment, nuk është nevoja, mjafton ta masazhosh një çik mishin me uthull, i vë kripën dhe piperin që ta thithin në sipërfaqe dhe thjesht e skuq, po pa e çpuar. Vetëm duke kapur me pinceta të mënyrë që të rrotullohet e tëra. Po, pjesa e lëngut. Aq sa të marri një faqe nga të gjitha anët, më pas i vë zarzavatet, selino, karrot, çfarë do lloj dhe gjysmë qepe. Siç i kemi këtu tani që unë dua t'i largoj nga soba e nxehtë, sepse është ende e hapur, në mënyrë që ti të realizosh kremin me këto perime, apo jo? Ajo e tëra do grihet, e tëra dhe mishi duhet të lihet të ftohet sepse pritet më kollaj kur është. Pjesa e errët është vera që kemi hedhur për ta ashuar mishin, që më pas i hodhëm me gjithë perimet e tjera dhe që i lam të ziej për gati 20 minuta, dhe tani në këtë pjesë ne do ta realizojmë përgatitjen e pjatës, për ta dekoruar atë. Sfoliatin bashkë me perimet e tjera dhe me beshamelin, në që mënyrë? Basi bëm beshamelin duhet lënë të ftohet, sepse po të bjeri në kontakt me njerë me petën, ajo e prish. Dhe që të mos të na ngjisin, thjesht do t'i vëm një letër kuzhine. Letër kuzhine. Po të duan? Kjo tava është
goxha praktike. Okej, e mbyllim. Pasi kemi bërë një bazë poshtë, të anash mund ta presim. Tani, ne pak nga pak po i prezentojmë vistave dhe shikuesve recetën tjetër, që do t'jetë shoqëruese e tavës. Do jetë si po, Shoqëruese e tavës. Pjatë e parë. Okej, i themi pak vistave me çfarë ta përgatisim, petën sfoljat, një petë të gatshme sfoljat. Beshamelën të bërë vetë ose të blerë, si do që të jetë, nuk ka problem. Një kungull ose dy dhe 2 karota, të cilat I kemi prerë fije. Në këtë formë. Dhe është goxha kollajshme për ta prerë, sepse qëruesja e patates të ndihmon shumë në të njëjtën mallësi. Që t'jenë të holla. Tani na duhen edhe 2. Tava mund të jetë ose nga kjo që hapet, ose tavë më e vogël me lartësi më të vogël, sepse ajo nuk duhet të jetë shumë e lartë. Por kjo është mjaft praktike dhe unë e përdor goxha. Mund ta heqim këtë. Kjo sërish do të përfundoj në furrë. Këto do t'i vëm anash. Mund ta vendosnim edhe komplet letrën e kuzhinës nga sipër. Mund të ishte një mënyrë më... Po se s'kemi si e kap, nuk ka e si e kap. Tani, si që është kjo, duke parë madhësinë e tavës, do shohim edhe petën në mënyrë që t'i vëre tëra. Ne nuk po e përdorim të tërën, po përdorim vetëm gjymë. Po për lëmë për një gatime të tjera, nuk ka problem. Unë bëj shumë zarare kur gatuaj. Ama rezultati është krejt I kundërt. Ti gatuan shumë mirë. Nuk e di tani mikeshët e tua që I mbledh shpesh në shtëpi dhe ju gatuan, nuk e di apo të ndjekin, ne I përshëndesim. Patjetër, dhe unë I përshëndes të tëra dhe koleget e mia dhe mikeshët, të cilat sa po të kthejmë në shtëpi do thonë do na e bësh. Edhe ne te shtëpia aty që gatome te vila. Sepse ne duhet ta provojmë patjetër. Atëherë mundohemi që ta hapim petën në të gjithë duke I krijuar edhe bordurën, asaj të cilën duhet të na mbaj beshamelën brenda. Këto që nuk na duan, mund t'i presim. Nuk ka rëndësi që të ketë, nuk ka rëndësi që peta të ketë formë të rregullt, mund të ketë formë të çrregullt, sepse ajo I krijon shumë bukuri pastaj kur të serviret dhe duket si një shport. Dhe atë që heqim e ngjisim dhe petët. Ndërkohë që më duhet një pirut, të lutem. Patjetër, ja këtu e kemi, do ta shposh pak që të mos fryhet, duke qenë se peta sfoljat ka shumë vezë dhe yndyrë. Në këtë lloj mënyre, pak fare jo duke depërtuar. Dhe do ta vëm siç është kështu. Siç është, bosh 5 minuta sa të thekriset. Furrën e kemi të nxehtë, kështu që pak minuta do t'i duheshe petës sfoljat për tu pjekur pak. Ndërkohë që këtë beshameli ftohet dhe do të vendoset mbi petën sfoljat. Dhe rregullojmë brokolit. Lakrën e Brukselit. Duke filluar nga rukola, duke filluar nga lakra e Brukselit, apo kungulli jeshil, sallata jeshile, të gjitha perimet që kanë këtë ngjyrë jeshile, sipas studimeve më të fundit, sipas studimeve që vazhdojnë të bëhen për perimet dhe rolin e tyre vlerat ushqyese, ne sot jemi ndalur pikërisht tek këto perime me ngjyrën jeshile. Në materialin që do të ndjekim, do të zbulojmë diçka të re mbi vlerat ushqyese që janë të pakrahasueshme për perimet jeshile, por nëse flasim për specin është ndryshe sepse I kuqi ka më shumë vlera, është më antioksidant, ama studimi I fundit për perimet jeshile ka diçka për t'ju thënë. Ndiqeni, rikthehemi shumë shpejt, është një material shumë I shkurtër. Pse perimet konsiderohen një ushqim super? Fakti se perimet e gjelbra janë të mira, por jo është e zakonshme. Megjithatë, shkalla e vërtetë e përfitimeve të tyre shëndetësore edhe është anashkaluar. Spinaqi, lakra, brokoli, çikoret nuk janë menduar gjithmonë si të shijshme, çka na bën të kemi vështirësi për t'i bindur veçanërisht fëmijët që t'i konsumojnë ato.
Ajo çfarë është e veçantë në lidhje me këto zarzavate është se janë një burim i kaliumit, manganit, hekurit, kalciumit, vitaminës C dhe B. Vitaminat të tilla B6, cilësuar si një central elektrik ushqyes. Kur ata zihen në mënyrë graduale, shtuar në tonjë hudhër të vogël, vaj ulliri dhe lëng limoni, kanë vërtet shije të mirë. Këto lloj perimesh janë një ushqim i shpejt për t'u përgatitur. Shoqërojnë mjaft mirë mishin e pjekur veçanërisht në zgar. Sekreti është të zihen ngadalë dhe jo shumë. Shfrytëzuam kohën e insertit që sa po ndoqim për të provuar dhe lakrat shumë të shishme, që ka sjell Ela, shumë të shishme këto, të pjekura me pancet, edhe kështu siç është mund të jetë një sallatë shumë e këndshme dhe e shishme. Unë nuk i rezistova dot, kështu që e provova. Dhe Ela gjatë shkëputjes ka kthyer në një lloj kremi salce, gjitha perimet të cilat u zihen me mishin. Dhe këtë ngjyrën e kanë marrë nga Vera? Po, patjetër nga Vera. Është momenti final. Na ka mbetur vetëm sallata për të përgatitur, sepse përbërësit të cilët donin temperaturë dhe kohën e mjaftueshme, ne e kemi tashmë e kemi përfunduar, kemi edhe petën sfoliat që më bëjnë shenjë në fakt që duhet ta nxjerrim sepse është fryrë. Pavarësisht se ne arritëm ta çponim me pirun. Ja ku e kemi. Aty sipër do të hedhim sigurisht edhe po, duhet të lihet paksa të marrë formën që duhet. Doli jashtë. Ndërkohë, atë kremin do ta hedhim dhe ta servirim bashkë me këtë kremin do t'ja vëmë sipër mishit. Mbasi ta presim mishin. Mendoj se këtë. Dhe në fund fare, lakrave të Brukselit, mbasi janë ftohur, i hedhim vetëm një fije aceto balsamike dhe një lugë të lutën. Patjetër dhe lugën. Dhe këtë pjesën e përzjejmë. Kjo mund të serviret edhe vetë kështu si që është më vete, dhe mishin të prerë bukur. Dhe kur e servir pastaj në pjat i vë një lugë lakër Brukseli dhe mishin. Do ta presim pak mishin, ta shohim se çfarë ngjyre ka në brendësi. Mishin do mundohet. Do shpresojmë të kemi atë ngjyrën me një ajo kontrastin e bën, sepse nga jashtë është i zi dhe brenda është i bardhë. Ngjyrë tjetër, po. Okej. Mirë është skuqur besoj. Shumë mirë dhe ka një erë dhe një... E marinuar me hudhra, me rozmarin, me sherebel, me dëllenjë ishte tjetra. Kështu që kombinimi i erëzave jep vetëm aromë dhe shije, po na bën dhe mirë për shëndetin. Kështu që konsumimi i tyre është mjaft i rëndësishëm. Atëherë unë nuk po e pres të tërë. Si që shikoni, ajo e ka ngjyrën roz në brendësi të vetën. Dhe po servirin vetëm disa pjesë të mishit. Pjesë. Shoqëruar dhe me salcën që sigurisht ka dhe një pjesë të lëngut mishit e kësa ka zirë me verën edhe me lëngun që ka lëshuar vetë. Patjetër, sepse ajo... Era do të servir pjatën. Jep gjithë bukurin. Ndërkohë ne në menun ton kemi shënuar përbërësit e recetës tjetër. Jo të recetës së parë cilën e lexuam në pjesën e parë dhe anvisat e mësuan shpresoj të kenë shënuar përbërësit. Tarta e kripur me perime përmban një pec foliat, të cilën kemi vendosur të piqet, 1 litër qumësht, 100 gram miell, një lugë gjelle një seshte, një vezë, 100 gram gjalp, 2 karota, 2 kunguj, një lugë kafeje arë moskat, krip, piper i zi. Kjo është menuja që shihni në ekran e pjesës së 2, sepse nuk do të kemi mundësi ndoshta për ta ripërmendur disa herë, duke patur parasysh edhe pjesë të tjera që ka do të servirim, recetën e salatës, e cila me sa shoh ka në përbërje të saj edhe fruta të thata, apo jo Ela? Kjo faktikisht është një sajes që e kam bërë... na vjen në ndim si gjithmonë? E kam sajuar vetë dhe frutat e thata i japin... I përdor shpesh në gatime kek të ndryshëm, salata, tarta... Tani kjo duhet ishte pak më e... Më e hollë apo më e trash salca? Më e hollë, pak sa më e trash. E lam ndoshta pak më tepër në sopë, ne?
sepse nuk donim që ta hollonim me diçka tjetër përveç lëngut të vetë që kishte. Këndshëm, shumë këndshëm kjo ide. Pra, në vend që ne perimet që kemi vënë për të zjerë mishin të servirim ashtu siç janë. Jo, apo kryen bëhet një salcë, duhet ishte pak më e hollë dhe mund të serviret edhe në një enë të vogël që mbahen salca. Që mund të ngjyhet pak mishi apo lakrat e buka, Brukselit. se ne përdorim dhe bukën. Po sigurisht. Dhe me kaq. Ndërkohë beshameli është ftohur, se të duheshe e ftohtë për ta hedhur tek peta sfoliat që është më e nxehtë. Po gjatë kohës që ne flasim, ajo mund të arrit të ftohet pak. Po I largoj këto lakrat e tjera, veçanse ne I shfrytëzuam si servirur, dhe të lumshin duart për recetën e parë. Një anvistë të shkëlqyer, përveç se infermiere me profesion. Okej, do të vazhdojmë me tjetrën, kujdes se është pak e nxehtë. Do ta shtrim në një pjatë më mirë apo duhet të qëndroj aty? Jo, sepse kjo do rifutet përsëri në furrë. Do jetë sërish. E marrim pak në qendër? Po. Okej. Mirë, ne u themi anvisave që para se ta vendosin petën sfoliat në furrë për të pjekur, të krijojnë ato çarjet pak me pirru në mënyrë që të mos fryhet, duhet jetë e cekët, edhe kur ta nxjerrim nga furra. Dhe të ketë edhe bordura anash. Edhe bordurat anash. Megjithësi, ne kemi mirë dhe një pjesë e bordurave në ka rënë. Po bie gjithë ato argjinatura nga përmbytje. I hedhin beshamelin. Për shaka. Një luk të duhet tani. Një luk. Pa, e vendosi pak më në qendër, më thot regjia, për ta parë dhe anvisat se si do të veprojnë. Ja ku jemi. Shtym edhe pjatën e parë. Do të hedhim beshamelin. Beshamelin e dim anvisat se si do ta përgatisim, ka dhe arën moskat, në fund fare I hodhëm edhe një të verdhë dhe aiba, freskët. Qumësht. Dhe të gjithën. E hedhim. Duke e hapur mirë në të gjithë sipërfaqen e saj. Jep se duheshe pra pjesa e rrethuese e ngritur, megjithatë, ne kemi në dorë, nuk hedhim aq shumë salcë beshamel dhe nuk na del nga aq sa të na duhet. Dhe ndërkohë që mund të ndihmohemi me, tani është momenti që t'i vëmë I dekorit dhe I fantazisë, dhe këto thjesht I ngulim në mënyrë të një pas njëshme me njëra tjetrën. Një pjesë pungulli, një pjesë... Aq sa të krijoj atë lulen. Kjo Ela më pas sa do të qëndroj sërish në... Shumë pak, shumë pak. Pra një tart me beshamel dhe me perime. Jemi mësuar të gatuajmë tarta të kripura, po teksa e gatuajmë brumin, aty kemi hedhur edhe perime të prera shumë hollë. Kjo është një mënyrë tjetër që e sjell Ela me një petë sfoliat të pjekur, duke krijuar pjesë të anësore si mbrojtëse të gjithë sasisë së beshamelit që do të hidhet dhe më pas e zbukurojmë me perime. Në vend të këtyre perime mund të përdorim çfarë të duam, për shembull brokoli. Jo, duhen perime që të krijojnë efektin e ngjyrave me njëra tjetrën, se në fund fare ajo del si një lule. Këto vjen në formë rrethore me njëra tjetrën. Nuk ka rëndësi që të jenë të rregullta, mund të jenë në formë të çrregullt. Ndërkohë pjata e parë është servirur, derisa të mbushet e gjithë sipërfaqja e beshamelit në formën e këtyre luleve. Pra krijohet një lule, një mozaik. Kjo ishte ideja që e thamë dhe që në fillim. Po e vendos në furrë sa po ta kesh përfunduar Ela dhe më pas sigurisht do të gatuajmë sallatën. Do t'ua shpjegojmë anvisave si përgatitet, me çfarë përbërësish. Ka ndonjë të veçantë në salcën e përgatitur për sallatën? Salca... Dresingu që do t'i hidhet? Jo, mëse e zakonshme, pasi vetë ajo ka shumë përbërës. Tomate, pomodorini,
fruta të thata, dhe nuk është se ka nevoj për në ndonjë dressing, sepse dressing pasaj do t'ja humbiste gjithë shien. Dhe ndërkohë që ti e ha, duhet t'ja ndjesh shien të çdo produkti më vete. Më thuaj pak për këtë beshamel do të mpikset kur ta vendosim në furrë? Pa tjetër, ai piqet me një herë dhe krijon një stres. Sepse ke vendosur dhe perimin e fundit? Edhe të fundit që mundohemi të bëjmë një lullë këtë bukur. Dhe voilà. Të lumshin duar. Je vërtet e përkushtuar? Që tani e ka pamjen e bukur. Po e vendos në furrë atëre? Dhe derisa të përfundojmë me sallatën, ne do të kemi mundësi të ta servirim. Afrojmë tani përbërësit, kjo është pjata e parë, këtu jemi me përbërësit e salatës, që Ela do t'i bashkoj tashmë në të vetë, me lakrat e Brukselit të duen, e kemi këtej. Një salat me rukola, mi thoj pak përbërësit vetë. Një salat me rukola. Me ullim. Edhe një thikë, një kitë luta. I themi pak përbërësit e salatës. Salata mund të bëhet me çfarë do lloj gjëje. Është thjesht shoqëruese dhe nuk ka ndonjë ndikim këtu. E vetme gjë që duhet të ketë një sallatë është që të ketë sa më shumë ngjyra brenda. Është sekreti i çdo gatimi dhe i krijon vërtet një bukuri pjatës kur e servir dhe të shtohet edhe oreksi. Teksa ne përgatisim dhe presim të bëhet peta sfoliat me perime apo tarta e kripur, bëjmë edhe sallatën. Ndërkohë do t'i përmend edhe një herë përbërësit e tartës, më ndihmon të lutet kamera, për përbërësit një petë sfoliat, sepse do të përfundojmë dhe do kemi mundësi ta lexojmë. Ela sjell tartën e kripur me perime që gatuhet me një petë sfoliat me 1 litër qumësh, 100 gram miell, një lugë gjelle niseshte, një kokërves, 100 gram gjalp, 2 karota, 2 kunguj, një lugë kafeje arr moskat, krip, piper, rizim. Ndërkohë kemi sjell në pjatën e parë vlakrat e Brukselit, shoqëruara me pancet, të cilat u poqen së bashku, ndërsa e kemi shoqëruar me fileto deri, fileto skuqëm, pjesa e madhe e filetos, kontrafilet, që shuhet ndryshe, me erëzat, me rozmarin, me sherebel, me dëllenj, tjetër çfarë, dhe piper të zi. Selino, karota, si perime dhe qepa janë të prera trash, thjesht hidhen ashtu siç janë, pa u ka urdisur më përpara. Servirim edhe salatën. Hodha të kjo pjata, po njësoj është edhe me çka do të sjellë. Peta sfoliat do të serviret ashtu siç është apo prihet ajo? Peta sfoliat serviret në tavë. Në tavë, siç është. Në tavë, sepse të ndihmon. Do të prihet? Po, prihet, patjetër. Dhe del si punë e tortës. Si një tortë. Hedhim edhe frutat e thata dhe ullint. Ullint mund t'i presim, mund t'i lëmë ashtu siç janë, në forma të ndryshme, nuk ka rëndësi. Nga Meraj, kompania e frutave të thata, çfarë preferon ti, Ela? Të tëra. Të gjitha i preferon? Janë shumë të shijshme, po stikat e pishës janë të mira, bajamet janë shumë të ushqyeshme, arrat nuk diskutohet. Sigurisht që ti i gjen vendin dhe i fantazon në gatimet e recetat që bën shpesh. Salata nuk duhet të ngarkohet me shumë gjëra. Mjafton aq sa të krijojnë atë efektin e vet. Mund të kishte mozzarella, mund të kishte çfarëdo lloj gjëje, por mozzarella me kalimin e kohës lëshohet. Dhe ajo duhet hidhet vetëm në momentin e fundit që serviret. Dhe çfarë të kesh aty është një paketë mikse e frutave të thata. Dhe ja hedh dhe japi një shije të mrekullueshme sallatës. Gjithashtu dhe farat e kungullit janë shumë të shijshme. Të shëndetshme mbi të gjitha dhe japin goxha shije. Shikona, ka përfunduar minutazhi i furrës. Nuk e di sa e kishin projektuar, po edhe peta sfoliat dhe shoh që edhe beshameli është mpiksur, është gati për ta serviru bashkë me 2 pjatat e tjera. Ashtu në tavë siç është, apo jo Ela? Mund ta marrësh, mund t'i marrësh dot për ta serviruar, sepse jemi në momentet e fundit të hapësirës së gatimit këtu në Villa 24, do t'i servirim edhe recetën e tretë, që ishte tarta e kripur.
E Ajla. Mund të lëm edhe Këtu të drasa mund të lësh, s'ka problem. Mund të servirim edhe me pjatë, nuk ka problem, si të jetë. Nuk e qenë se ta... Nuk besoj se do guxosh të hapësh tavën, se është shumë e nxehtë. Kështu servire në tavë të sugjeroj? Do guxoj, jam bas që guxoj. Jemi në minutat e fundit, më thonë, duhet ta shkëpusim hapësirën, edhe kështu si që është ka fyë dhe është e nxehtë, është e kuptueshme që nuk mund ta servirim, kështu që vendosë sallatën siç e kishte mbi pjatë, lezetin edhe bukur me të gjitha ngjyrat. Falenderoj shumë. Sallatës na ruam të hidhim vajin e ullirit edhe vaj ulliri, krip dhe pak fare piper. Po. Dhe gjithçka ka përfunduar në këtë të premte të hapësirës së gatimit dhe ju falenderojmë që keni qëndruar me ne që prej fillimit të momentit të gatimit. Falenderoj shumë Mela, që gjithmonë dhe erdhe tek ne. Dhe gatime sa më të shijshme. Faleminderit. Me këtë pasion të cilin do ta vazhdosh dhe kush e di se sa eksperte do të bëhesh. Do të ftojmë sërish në vilën tonë. Faleminderit dhe juve që na keni ndjekur. Kalofshi bukur. Mirupafshim.